dhe trafikun e kokainës. Ndaj dhe unë i shkrova, i lash këtë shënim me mbajtjen për 22 ditë të fletarrestit të gjykatës për bost e kartelit më të madh në Europë të drogës, kartelit Troplini Altin Dumani. Do regjistrohet si bashkëpunëtor kryesor i këtij karteli dhe do të ndryshoj mbiemrin e tij nga Dumani në Altin Troplini. Kush e don këtë tani? Por me kush që t'ja u paraqisin gjitha medjave. Kemi me foto. Është live. E keni me foto. Në rregull, merre. Tani për të kuptuar shkallën se kush janë institucionet e Edi Ramës për drejtësinë, ja cilët janë pra. Këta janë shërbëtorë që s'kan ligj as moral, të cilët natyrisht nuk thamë për të gjithë, po Dumani me disa tipa të tjerë këtu, të cilët bëjnë pazare me ramën dhe krimin çdo ditë. Por çështja e dytë që desha të paraqes me dokumenta është Irena me 5 mbiemra, fytyra e vërtet e sistemit të ri gjyqësor, kryetarja e gjykatës speciale. Kryetarja mbet kryetarja nderi e gjykatës speciale. Kryetarja nderi, të lutem. Mos e ashtu. Ajo ishte kryetar, tani është kryetarja nderi e gjykatës speciale. Kryetarja nderi të gjykatës speciale. Ajo ka kontratën më të çuditshme. Në Shqipëri, në rajon dhe në Europë. Dhe kjo kontratë është pranuar si dokument zyrtar, megjithse nuk ka asnjë noterizim. Kjo kontratë e pa noterizuar është pranuar si dokument zyrtar nga vetorët e Edi Ramës për të justifikuar paratë e saj të krimit dhe për ta mbajtur në shërbim. Kontratë qeraje e lidhur në Firë sot me datën 13 shkurt 1996 në palët kontraktuese shkruajnë në kontratën e poshtshënuar. Kjo kontratë thot, dëgjojeni tani, se kjo turpron edhe shtetin e Gomarit, më falni. Por paraja denigron njerëzit në atë shkallë sa i transformon. Kjo kontratë e 13 shkurtit 1996 hartohet në pajtim me net 825 të kodit civil. Miq, kodi civil i miratur në vitin 1994 ka patur gjithsejt 280 sanene. Ja ku e keni kodin civil. Kodin civil i miratur pak vite më parë është me 800 ose 1000 nene. Pra, Irena me 5 mbiemra, shikoni çfarë monstra është këta monstra njerëzore. Firmos një kontratë
paraqet një kontratë të firmosur në vitin 96 dhe të lidhur sipas një kodi civil të miratuar në vitin 2015 apo sa është kodi I ri. Pra po aludoni zoti Berisha që është dokumenti falsifikuar apo jo? Po çfarë mund të jetë tjetër ky? Po ju pyesi. Po ka gjë më të turpe se kjo? Pra, ajo merr kodin e 2015 për kontratën që ka firmosur se këtu s'ka dhe kontrata është pa noter. Dhe kjo kontratë, prit se kjo është njëra faqe e zezë e krimit të tyre. Po kjo kontratë falso, turp, është pranuar nga vetorët e Edi Ramës si dokument I vërtet dhe Prishti ka akoma më shumë. Megjithse ata u janë drejtuar tatimeve të Fierit. A ekzistoj dokumenta për këtë shumë prej 60 milion lekësh para të pista të Irenës me 5 mbiemra para krimi që mashtror, tatimet I thonë se nuk ka gjurmë namaz nishan të këtyre parave. Prishti, çfarë bëjnë vetorët me 5 mbiemra dhe ata? Vetorët me 5 mbiemra e pranojnë dhe I thonë Irenës me 5 mbiemra shko dhe paguaj tatimet që nuk ke paguar në vitin 1996 për 60 milion lek. Ka shtet më të paftyr, ka paftyrsi më të madhe se kjo? Tu pyesur ju. Pra, vetorët pranojnë një dokument falso, prisë do u themi gjë tjetër këtu.